Material shumë i përdorur në gjithë botën. Arsyeja pse përdoret kaq shumë është sepse vallë parë ka një kosto të ulët, peshon pak dhe rron gjatë, pra ka një periudhë zbërthimi, degradimi në mjedis që don qindra vjet. Një bidon plastike në mjedis do 500 vjet që të zbërthehet. 500 vite? Po, deri në 500 vjet. Që të shpërbëhet totalisht? Që të shpërbëhet totalisht. Por ndërkohë, kjo plastik që ne përdorim, sidomos plastikat një përdorimshë që janë edhe në përdorim masiv, në fillim zbërthehen në copa më të vogla, quajmë mikroplastika. Këto janë dhe pjesa më e rrezikshme, sepse janë më pak të dukshme, po njëkohësisht dhe shtektojnë dhe futen në rrugë të ndryshme mjedisore derisa përfundojnë në pjatën tonë. Pra gjithë speciet janë të rrezikuara nga prania e tyre. Pra është një zinxhir Elda që në fakt është shumë interesant, por edhe shumë i komplikuar, domethënë për gjithë procesin që përbën, është vetë njeriu që e prodhon, e përdor dhe i rikthehet. Po kjo ndodh me gjithë problemet mjedisore. Por më shumë me plastikën. Në kuptimin që si ekspozohemi ne? Si ekspozohemi ne, pra e kupton njeriu realisht se çfarë ndodh kur hedh një shishe plastike apo një pjatë plastike? Nëse nuk është ndërgjegjësuar, nuk e ka. Absolutisht, nuk mund ta dallojë, nuk mund ta kuptoj.